ne vlerësojmë se çmimi i energjisë elektrike do të vazhdojë të rritet. Rritje për CO2, rritje për Kosovën A, për Kosovën B, sa kanë shtrejtu nivel energjia elektrike. Ne vlerësojmë që edhe jemi të vetëdijshëm që çmimet e tregut janë më të larta se çmimet e rregulluara, mirë po ato janë çmimet ky produkt e ka këtë çmim në region. Prandaj ne vlerësojmë se çmimi i energjisë elektrike do të vazhdojë të rritet, jo vetëm për shkaqet që ne i përmendëm për shkak që kemi me dalë në treg, po është e domosdoshme edhe investimet që do të bëhen në Kosovën A dhe në Kosovën B do të reflektojnë në rritjen edhe të konsumatorëve shtëpiak, edhe të bizneset e vogla në të ardhmen. Qofse realizojnë këto investime që janë paraparë si në Kosovën A, si në Kosovën B. Rritje për CO2, rritje për Kosovën A, për Kosovën B, sa kanë shtrejtu nivel energjia elektrike. Ata nuk e dim, mirë po të them që në rast se ka investime, ligjërisht ZRE-ja është e obliguar ato investime që bëhen në Kosovën A, në Kosovën B, edhe në me qenë se do të ketë investime edhe nga sektori i burimeve të ripërtërishme, ato duhet të reflektohen në tarifat e konsumatorëve fundor. Në këtë rast, ne shpresojmë që do të kemi kapacitete të reja nga gjenerimi vendor, në mënyrë që mos të varim shumë nga importi dhe në një farë forme të kemi mundësi të mbajmë çmimin përafërsisht njëjtë siç është aktualisht.